Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanoli të Korçës organizoi një aktivitet të veçantë akademik me gazetarin dhe studiuesin Ilir Ikonomi, autorin e veprave Fanoli Apostulli dhe Fanoli Rebeli. Takimi mblodhi student, profesor dhe studiues të historisë dhe letërsisë, të cilët patën mundësinë të njihen më nga afër me procesin kërkimor dhe botimin e këtyre librave. Në fjalën e tij, Ikonomi ndau përvojën e tij shumë vjeçare në hulumtimin e jetës dhe veprimtarisë së Fanolit, duke theksuar vështirësitë dhe sfidat që ka hasur gjatë grumbullimit të materialeve historike. Kam filluar në 2016 për të mbledhur material. Mbledhja e materialit ka qenë puna më e madhe, puna kryesore. Edhe kur mblidhja material për Nolin, unë nuk isha i bindur se mund ta bëja librin. Se ti mund të kesh material, por është puna si ta sintetizosh atë dhe t'ja japësh lexuesit në një mënyrë të përmbledhur. Kështu që më është dashur goxha punë pa ndërprerje, derisa unë u binda që mund ta shkruaja librin dhe nisa me vëllimin e parë. Në fillim mendoja që për Nolin mund të bëj thjesht një libër, ta zëm 800 faqe ose diçka e tillë, por pastaj kuptova që kjo ishte e pamundur. Nga ana tjetër, rektori i universitetit vlerësoi kontributin e Ikonomit në pasurimin e studimeve mbi Fanolin dhe rëndësinë e këtyre veprave për studentët dhe studiuesit shqiptar. Një moment i rëndësishëm ky për të nderuar jetën dhe veprën e një prej personaliteteve më të shquara të historisë shqiptare Fanolit në përvjetorin e 60 të vdekjes së tij. Ky aktivitet është një mundësi e shkëlqyer për të reflektuar mbi ndikimin e pashlyeshëm të Fanolit në formësimin e shtetit shqiptar dhe të identitetit kombëtar shqiptar. Universiteti ynë mban emrin e këtij giganti të mendimit dhe të veprimtarisë kombëtare, dhe për këtë arsye promovimi këtyre dy librave ka një kuptim të veçantë për të gjithë ne. Ndërkohë, dekania e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë theksoi rëndësinë e organizimit të aktiviteteve të tilla për të nxitur mendimin kritik dhe pasionin për historinë dhe letërsinë. Autori është përpjekur ta vendosë figurën e tij në rrethana social-historike të kohës ku jetoi, të japë të ndryshuar qartësisht epokën, të japë objektivitet shkencor tek faktet dhe rrethanat që kanë të bëjnë me jetën, aktivitetin dhe krijimtarinë e një prej figurave më komplekse të kulturës dhe historisë sonë. Rrëfimi i autorit për jetën e Nolit, rrjedh natyrshëm, qetë, lexohet me interesin dhe kurreshtjen e një vepre historike, por pse jo dhe letrare, e cila është një enciklopedi ku mund të gjesh përgjigje për aspekte të ndryshme të botës noliane. Albert Rakipi, kryetari i Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, theksoi rëndësinë e këtyre botimeve për ruajtjen dhe përhapjen e trashëgimisë kulturore shqiptare. Kontributi i Ilir Ikonomit me librin, me trilogjinë, me 2 vëllimet që kanë dalë dhe një tretë që do të dalë, po dhe libri për Faik Konicën, ose libri për Esat Pashën, ose libri për Ismail Beun, Pavarësia, janë një kontribut i rëndësishëm në historiografinë shqiptare, në rishkrimin e historisë. Takimi u mbyll me një diskutim të hapur ku të pranishmit patën mundësinë të shtronin pyetje dhe të shkëmbenin mendime me autorin mbi veprat dhe metodologjinë e tij kërkimore. Ky aktivitet, i cili bashkoi intelektual, studiues dhe student, ishte një mundësi e shkëlqyer për të njohur më thellë me punën e madhe kërkimore të Ikonomit dhe për të reflektuar mbi rëndësinë e studiuesve që kontribuojnë në pasurimin e trashëgimisë sonë kulturore.